وأحل الله البيع وحرم الربا وأحل الله البيع وحرم الربا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي شرع لنا من الدين ما ارتضاه وأحل لنا البيع وحرم الربا فعمت بها البركات وازدهرت الأرجاء. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله إمام المرسلين وخاتم النبيين وصفوة خلق الله أجمعين. نشهد بأنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق الجهاد حتى أتاه اليقين. فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Gjithë falënderimet dhe lavdërimet I takojnë Allahu xhalla xhelaluhu, salavatet dhe selamet ja përcjellim të dashurit ton Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij, shokëve të tij dhe gjithë ata të cilët pasojnë rrugën e tyre me të mirë deri në ditën e gjykimit. Të nderuar vëllezër, vazhdojmë që të informohemi dhe të diskutojmë rreth shitblerjes në të cilën jemi duke folur për disa nga shitblerjet e ndaluara, që cekëm disa nga kafshët të cilët kishin dispozit fetare në to, në shitblerjen e tyre, e ku më së fundi treguam për shitblerjen e macave, edhe në përgjithësi pra e kuptojmë se sheriati I pastër islam është ai I cili përkujdeset për njerëzit që t'ja u rregullon çështjet e tyre me një rregullim të imd dhe të sakt, ashtu që të ruan pasurinë e tyre edhe të mbron nderin dhe dinjitetin e tyre. E na me lehtë Allahu xhelle xhelaluhu, sonte apo sot do të ndalemi te një anë tjetër, edhe është gjithashtu pra nga ato llojet e shitblerjes së ndaluar në vetvete, që ndoshta kjo dispozit nuk është e qartë apo është e mshehur nga shumica e njerëzve për të ditur se si qëndron vendimi sheriatik në këtë pikë dhe në çështjen e shitblerjes së saj, e ajo padyshim është gjaku. Çfarë vendimi ka sheriati islam për gjakun? Si qëndron dispozita sheriatike në çështjen e shitblerjes së gjakut, dhe gjithashtu pra a konsiderohet gjaku I pastër apo I papastër. Dhe se padyshim se besimtari duhet që të dinë o vëllezër gjithherë dhe të kthehet në argumentet të cilët I kanë sjellur dietarët, edhe konsenzimi dhe bashkimi I tyre nëse ato janë bashkuar për një çështje dhe për një mesele. Ajo që na duhet të dimë është patjetër se si qëndron çështja e gjakut në islam. Dietarët o vëllezër na mësuan se na para se të dimë se si qëndron çështja, duhet të dimë gjithashtu se nga buron çështja e saj për të njohur për burimin e saj e për të ditur vendimin sheriatik të saj. Edhe mu këtu pra lind pyetja se a është I pastër gjaku në vetvete apo nuk është I pastër, apo është I ndyrë, edhe se si është vendimi sheriatik për këtë pikë. Dietarët o vëllezër ndryshuan në mendime, duke na I treguar se konsiderata e gjakut jo se ajo është vetëm e njëllojshme, por I cekën disa lloje të saja dhe na treguan se gjaku ka disa lloje të gjakut, në të cilën pra se cila përmban dispozitën dhe vendimin e saj
të vetë sheriatik. Dhe pastaj e cekën llojin e parë të gjakut në të cilën u bashkuan të gjithë dietarët dhe pat konsenzus të dietarëve në çështjen e këtij lloji të gjakut se është i papastër dhe se besimtari me të vërtetë duhet që të dinë se si qëndron vendimi i pastërtisë apo pa pastërtisë së gjakut, a konsiderohet i pastër apo nuk konsiderohet i pastër. Lloji i parë tha është gjaku i menstruacioneve dhe i lehonës së grave, pra të cilët janë në periudhën e paslindjes. Pra quhen dy lloje të gjakut të cilët janë dietarët të pajtimit në papastërtinë e saj. Se është gjak i papastër, e ajo është padyshim se është pra gjaku i menstruacioneve dhe i lehonës së grave që i përket grave. Nuk pat kundërshtim pra të dietarët, të gjithë të bashkuan në këtë pikë dhe në këtë çështje se gjaku i menstruacioneve dhe i lehonës së grave është i papastër. Dhe ato me argumentet të cilët i sjell Allahu xhelle xhelaluhu. Në Kur'an kur pejgamberin ton sallallahu alaihi wasallam e pyetu në vëllezër se si është çështja me gjakun e menstruacioneve, tha Allahu xhelle xhelaluhu në Kur'an: "Wa yas'alunaka 'anil mahid, qul huwa adhan fa'tazilu an-nisaa fil mahid." Tha Allahu xhelle xhelaluhu të pyesin ty për gjakun e menstruacioneve se si është çështja, tha thuaje Muhammed sallallahu alaihi wasallam se ajo është e ndyrë dhe është e papastër. Largojuni grave nga akti i tyre në atë moment kur ato e kanë pra këtë periudhë të gjakut të menstruacioneve, gjithashtu pra dhe të asaj lehonës së paslindjes, e cila pra duhet 40 ditë derisa të pastrohet. Pra në këtë është për shembull vëllezër bashkimi i dietarëve në to dhe gjithashtu pra shkuan në ato se nëse bjen ai gjak në tesh, në robën e tyre, ajo duhet të pastrohet dhe të fërkohet e të lahet për të u falur me to. Hadithin të cilën transmeton Imam Buhariu dhe Muslimi nga Esmaja, vajza e Abu Bekrit radhiyallahu anha, tha se erdhi një grua te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe e pyeti atë, duke i thonë: "Ja Rasulullah, ndonjëra prej nesh i bjen gjaku i menstruacioneve të saja në robën e saj, e çka të vepron ajo atëherë? Si të falet ajo?" Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, po vëllezër, nga mëshira e këtij dini është që i mësoi dhe se si të vepron. Tha e merr ato, e fërkon, edhe pastaj i qet ujë dhe ato e fërkon apo e kruan me gishtat e saja, edhe e spërkat me ujë ato dhe pastaj falesh në to. E në këto pra e kuptojmë se argumenti është se ky lloj gjaku është i papastër. Dhe hadithin tjetër e transmeton Imam Buhariu nga Aisha radhiyallahu anha, e cila tha se ndonjëra prej nesh e cila ndoshta i binte gjaku i menstruacioneve në rrobat e saja, ajo e pastronte me dorën e saj, me gishtat e saj, e spërkate me ujë vendin, edhe pastaj falej, dhe me thonë, me ato rrobë. Pra në këto e kuptojmë se ka urdhënuar pejgamberi sallallahu alajhi wasallam të pastrohet ky lloj gjaku, për shkak se në pastërtinë e gjakut dhe në papastërtinë e gjakut të vëllezër është çështje polemike, që dietarët kanë diskutuar shumë, derisa pastaj vjen pra mendimi tjetër i llojit të dytë të gjakut, të cilët e konsideruan gjaku i njeriut. Si është vendimi dhe dispozita e gjakut të njeriut? Tham për ta ditur se a lejohet shitja e saj, shitblerja e saj, duhet ditur një herë se ku e ka bazën ajo, si është ajo në vetvete, si është gjykimi i saj në bazë. E mu përna diskutuan dietarët që na ta dim një herë dhe përgjithmonë se si qëndron vendimi sheriatik në konsiderimin edhe vendimin e jurisprudencës islame të çështjes së gjakut. A është i pastër gjaku i njeriut apo nuk është i pastër gjaku i njeriut? Dietarët të vëllezër në këto pra ato ranë në një diskutim. Mirë po sa i përket dietarëve të mëhershëm, ato të gjithë unanimikisht ranë në pajtimin edhe 4 medhhebet e njohura si Hanefi, Maliki, Shafi'i dhe Hanbali, të gjithë shkuan në mendimin se gjaku është i papastër. E pastaj i bën pak ndryshim
edhe përjashtim, e bën përjashtim diçka nëse është e vogël, nëse është pak, sasi e vogël shumë pak, tha në to nuk është problem. Mirë po, gjakun përgjithësi, tha është i papastër. Të gjithë dietarët, derisa sollën dhe konsensus të dietarëve. Dhe kjo është fjala dhe Shejh Islam Ibn Taymiyes rahimahullah, e Ibn Hazmit, atyre të cilët sollën konsensus të dietarëve për papastërtinë e tyre. Derisa shkuan në një dallim të shkurt Ebu Jusufi, nxënësi Ebu Hanifes, duke e dalluar ato gjakun që rrjedh. Tha nëse rrjedh është i papastër, nëse nuk rrjedh është i pastër. Mirë po shumica e të gjithëve pra të medhhebeve dhe të dietarëve të cilët shkuan në gjakun e njeriut, tha është i papastër, llogaritet i papastër. Dhe mu për ato vëllezër, dietarët pra u futën në diskutime të tilla, derisa pastaj mendimi tjetër i dietarëve, të cilët kanë disa dietarë të cilët ato janë i përkasin kohës së madhonshme, duke filluar te Imam Shaukani rahimullah, edhe të tjerët, Muhammed Siddiq Hasan Khan, edhe disa nga dietarët e mëvonshëm, sikur që është pra që zgjedhë këtë mendim Sheikh Albani rahimullah, edhe ka forcuar ndoshta që ka anuar në këtë mendim dhe Sheikh Uthaymini rahimahumullah. Këto janë dietarët e mëvonshëm të cilët bën një kundërshtim. E kundërshtuan ixhmain e dietarëve, konsenzusin, bashkimin e të gjithë dietarëve që shkuan në ato se gjaku nuk është i papastër. Duke sjellur argumente, domethënë në to, argumente të fuqishme, mirë po përderisa qëndron në to bashkimi i dietarëve vëllezër, e padyshim se në to pastaj bën edhe përjashtimin e gjakut të shahidit, se këto dietarë të cilët e kundërshtuan konsenzimin e dietarëve të gjithë, ato sollën disa argumente me gjakun e shahidit. Dhe se padyshim se dietarët të cilët këtu u bashkuan pra medhhebet të gjithë, ato e bën dhe një dallim, edhe e bën një përjashtim të gjakut të shahidit, gjakut të dëshmorit. A është i papastër apo nuk është i papastër? Në ato të cilën shkuan medhhebi Hanefi dhe Hanbeli, përderisa është gjaku i shahidit te ai, tha konsiderohet i pastër për shkak hadithit të cilën e transmeton Imam Nesaiu, që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, shahidat e luftës së Uhudit urdhnoi që të mbulohen me gjakun e tyre ashtu sikur që janë, tha se në ditën e gjykimit ato vinë dhe plagët e tyre duke rredhur gjak, tha ngjyrë gjaku dhe era ermisku. Gjithashtu, transmeton Imam Buhariu dhe Muslimi nga Buhreira radhiyallahu anhu, i cili tha se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë: "Walladhi nafsi bi yadi", pasha ati i cili shpirti im është në dorën e tij, "la yaklamu ahadun fi sabilillah", nuk plagoset dikush në rrugën e Allahut xhel xelaluhu, dhe Allahu e din tha më mirë se kush plagoset në rrugën e Allahut xhel xelaluhu për hir të tij. Tha nuk vjen ditën e gjykimit përveç se plaga e tij, pra plaga e shahidit, tha të pikon gjak e të rrjedh gjak, ngjyra të jetë ngjyrë gjaku edhe era ermisku. E me këto shkuan pra duke treguar se përderisa është çështja e konsideratës së këtij gjaku, tha konsiderohet pra i pastër. Prej dietarëve që thanë se është komplet gjaku i papastër, pra këto argumentuan me argumentime shumë të forta, derisa pastaj mendimet pak ndryshuan gjithashtu te gjaku i kafshëve të cilët hahet mishi i tyre. Si qëndron dispozitat e gjaku i kafshëve të cilët i hahet mishi, se atyre të cilët nuk i hahet mishi, pra normal që është e ditur se gjaku është i papastër. Por te këtyre kafshëve të cilët ju hahet mishi, gjaku që derdhet, gjithashtu pra të njëjtët dietar, të njëjtët konsenzim shkuan në ato. Ashtu sikur që folën për gjakun e njeriut, folën dhe për gjakun e kafshëve të cilët ju hahet mishi i tyre, të cilët pra janë halal, se gjaku që derdhet nga to, damen mesfuh, tha është i papastër. A nëse ngel diçka në mish nga gjaku, diçka që ka ngel pak, apo ngel ndoshta në damor, ajo nuk llogaritet e papastër dhe hahet. Kështu pra dietarët të gjithë ranë në këtë
në këtë pajtim. Kur të vjen konsenzimi o vëllezër, do të thotë se janë të bashkuar dietarët e ummetit për to. Përveç këtyre dietarëve të mëvonshëm, të cilët e bën një ndryshim. Pse? Për arsye se gjaku thanë që rrjedh dhe nga kafshët gjaku është i papastër. Tamam, për vetëm se nëse ngel diçka edhe një preashtim pra që erdh nga pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam, që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha hadithin që transmeton Imam Ahmedi dhe Ibn Majah nga Abdullah ibn Umayr radhiyallahu anhu, edhe kemi cekur këtë haditha uhilla lana maytatani wa daman. Na u kanë bërë të lejuara neve halal 2 gjakat dhe 2 coftina. Sa i përket 2 coftinave, kemi të reguar dhe thamë se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam këtë hadith e ceku tha peshkun dhe kërkalicin, që janë dhe me thënë halal që të ha. Por pastaj 2 gjakrat tha el kebidu wa tihal, tha është shpëretka dhe mëlqia. Këto dyja të cilët janë llogarit pro gjak, por të lejuara që hanë, edhe pse ka gjak në të. A kurse të gjithë të tjerat, gjaku është i papastër, edhe në këto lind pra vendimi, pastaj që të dihet se si qëndron vendimi sheriatik për hajen e gjakut apo për pijen e gjakut. A është ndaluar apo nuk është ndaluar? Pa dyshim se gjaku është me konsenzusin e të gjithë muslimanëve se është haram dhe i ndaluar, pra ngrënja e tij apo pija e tij. Pse ndoshta ka popull edhe dikush mendon se ka drejta që ta pin gjakun, por dhe mjekësia moderne të cilët e kanë zbuluar se gjaku nuk ka në to ndonjë dobi për ta pirë ato hiç. Por vetëm se ka dëm mbi dëm në to dhe nuk i ban dobi trupit të njeriut. E më bonat Allahu xhel xhelanu e ka ndaluar pirjen e gjakut dhe harjen e gjakut, që të cilën në kohën e xahilietit të ignorancës, pra para ardhes pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, tha ishin ata të cilët e mirshin gjakun e lishin që të nguritet edhe pastaj e hanin ato, apo dikush të cilën pra e konsumon dhe e pin ato. Vendimi sheriatik i bashkimit të gjithë muslimanëve është se është i ndaluar dhe është haram pirja e tij. Argument për to se është haram në vetvete, Allahu xhel xelalu ka sjellur argumentet, i kemi cekur dhe në të tjerat. E para që është përsëritur, tha Allahu xhel xelaluhu inma harrama aleikumul maytata wad-dam, ju është bërë haram juve ngrënia e coftirës dhe gjaku. E pastaj radhit dhe tjera të cilët i kemi cekur mishin e derit e kështu me radhë. Ajeti tjetër në suratu Maida, hurrimet aleikumul maytatu wad-damu wa lahmul khizi. Tha Allahu xhel xelalu ju është bërë haram juve ngrënia e coftirës dhe e gjakut. E gjithashtu po, pastaj dhe argumente tjera, të cilët pra kanë ardhur në të gjithë këto që neve na e bëjnë të qartë se është e ndaluar për shkak se ka tekst të prerë në ndalimin e pirjes së gjakut apo ngrënies së gjakut. E mu për atë pra besimtari duhet të dinë se çështja e ndalimit të saj është e prerë me tekst të Kur'anit. E përderisa dihet se është e ndërprerë me tekst të Kur'anit, atëherë pra duhet që ta dinë dhe një çështje, se në to pra përse është e ndaluar për shkak papastërtisë. E dietarët o vëllezër shkuan në konsenzimin e tyre të gjithë të bashkuar. Dietarët e vjetër nuk pat ndonjë prej dietarëve të cilët ishin të vjetër, pra që nga sahabët, tabiinët dhe gjithë ata të cilët erdhën jurisprudencës islame, duke qenë të bashkuar në papastërtinë e gjakut. Dhe ato u bashkuan dhe solli ixhma i pari prej dietarëve të mëdhëbit, i cili solli ixhma dhe konsenzim të dietarëve të gjithë, është Imam Ahmedi rahimahullah. Edhe sollën ixhma dietarët, pra konsenzim, bashkim të gjithë dietarëve, sollën deri dikush ndoshta ato të cilët mendojnë pra të mendimit se është i pastër, se nuk ka dietar që ka sjellur konsenzus, kanë sjellur dietarët deri në 25 dietar të cilët kanë sjellur konsenzus të dietarëve, që është i papastër, duke filluar nga Imam Ahmedi e deri te Muhammed Amin Shankiti rahimahullah. Edhe pra të gjitha këto janë të bashkimit se është i papastër. Derisa tha Ebu Malik rahimahullah, i cili flet në librin e tij Sahih Fiqh Sunne, që flet, ai tha unë kam pas mendimin 10 vite që është i pastër, duke u konsideruar në për dietarët e më vonshëm të cilët e ndan këtë mendim, sikur që është pra Ash-Shawkani, Muhammed Siddiq Hasan Khani, edhe Sheikh Albani që tham ka shkuar në to, dhe Sheikh Uthemini se është i pastër, përveç gjakut të menstruacioneve dhe të lehonës së grave,
mirë po tha, në këtë pikë e shohim se ka ixhma dhe ka vërtetim të konsenzimit të dietarëve. Derisa të del dikush si të jetë si hoxha i madh i umetit, pra si Ahmed ibn Hanbali, që ai ka sjellur konsenzus, që të jetë dikush më i fortë sa e të sjell ta prish këtë konsenzim, atëherë tha mund që ta pranojmë. Por ndryshe, tha ndryshuam mendimin edhe mbështetemi në konsideratën e ixhmait, në konsideratën e bashkimit të gjithë dietarëve se gjaku është i papastër, për arsye se në shariat llogaritet ixhmaja o vëllezër, llogaritet nga burimet fetare të cilët duhet mbështetur në to. E Imam Shaukani rahimahullah nuk e shinte si argument pra ixhmain, konsenzimin e dietarëve. E më përat, pra lindat herë pyetja se ajo e cila është ndaluar që të hahet dhe të pihet, edhe shkaku i saj është pra se është e papastër, atëherë pyetja është se si qëndron shitblerja e saj, dispozita në shariatin islam, a lejohet që të shitet gjaku, a nuk lejohet? Dhe në këto pra, të gjithë dietarët islam janë të bashkuar se ndalohet shitja e gjakut. Ndalohet shitblerja e gjakut, përveç në ndonjë rast nevoje që është patjetërsueshme, kur duhet për qëllimet pra mjekësore ose diçka, nëse është e patjetërsueshme për të marrur pra gjakun ose për të blerë gjakun, ky që e blen ndoshta e ka patjetër dhe lirohet, por ai që e shet ai e ka mëkatin. Për shariatin islam të gjithë dietarët të cilët janë të bashkuar që kanë sjellur ixhmain, Ibn Mundhiri e shumë dietarë të tjerë, në të cilën Imam Ahmedi rahimullah tha nuk janë ndryshuar mendimet e dietarëve dhe njerëzve musliman të gjaku. Dhe ndalohet shitja e gjakut me bashkimin e të gjithë dietarëve musliman. Hadithin e kemi të qartë, në të cilën e ndalon çmimin e gjakut, transmeton Imam Buhariu nga Aun ibn Abi Juhayfa, i cili tha se ka ndaluar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam çmimin e gjakut, që të shitet pra gjaku. Dhe në këtë e dim pra se gjaku është i ndaluar te të gjithë dietarët shitja e tij, por është e lejuar dhe e preferuar dhurata vullnetare që ti të dhurosh gjak. Nëse i nevojitet dikuja për të i dhuruar gjak, dhuron vullnetarisht e jo ta shesësh ato. Pra Islami është ky o vëllezër që na sqaron këtë çështje se ai ndalon këtë që është në shitjen e saj dhe nxit në bamirësinë edhe solidaritetin e muslimanëve, dhe është e pëlqyer që ti të japish gjak dhe të ndihmosh atij që ka nevojë për gjak, po jo të shitet gjaku. Edhe me këto pra e përfundojmë dhe e kuptojmë se kjo është meselja që duhet ditur besimtari në çështjen me të vërtetë se është e gjon kjo meselë dhe është e ngatruar, por ta dim se në ixhmain e dietarëve është gjaku i papastër edhe ndalohet shitja e tij, konsumimi i tij, pija e tij e kështu me radhë. Lutim Allahun xhel xhelalu që Allahu xhel xhelaluhu të na mëson fenë e tij dhe të na bën nga pasuesit e rrugës së drejtë të tij. Wa aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin.